Në Urë Vajgurore, ku më banoja, ndodhi masakra Urës Vajgurore. Që është pak a shumë e tillë. Vjen Fatos Nanua për fushat, kreu makina që kryesonte autokolona që vinte nga Tirana ishte Eneat Kullës. Që atë kohë ka qenë autokolona, po tjetër. Po, me autokolon, Eneat Kullës, të armatosur sigurisht, dhe ai ishte njeriu që hapte Nanos rrugën në jug. Sepse jugu ishte kokë më vetë, s'kishte shtet. Dhe futet, por në Urë Vajgurore kishte një veçori. Berati ishte vërtet, si thuaç, kishte rënë shteti, bandat kishin dalë nga burgu, ishin organizuar e tjera ishin organizuar ca komitete shpëtimit publik. Dhe të gjithë luftën e kishin me Berishën. Pra, si thuaç, në Berat, pra gjithë fryma që përçohej ishte kundër Berishës. Berisha, nga ana tjetër, nuk donte ta humbte elektoratin e vet, nuk donte t'i linte mbrapa njerëzit e vet, sepse dhe ai kishte përgjegjësi, kupton? Kishte njerëz të vet në Berat. Apo kishte deputet, kishte njerëz të vet, kishte zgjedhës të vet, e tjera dhe donte të gjente mënyra se si ti mbronte, se si ti mbante ngrohtë, ti ndihmonte ku diun. Dhe besoj se kishte gjetë. Pra, e vetmja mënyrë në atë kohë ishte që bandave të përgjigjshme me banda. Nuk ishte asnjë gjuhë tjetër. Nuk ishte asnjë rrugë tjetër. Dhe ç'ndodh? Në Urë Vajgurore aty mbështetet te një personazh në Urë Vajgurore me emër Proto Duari, që kishte një gurore, kishte të ardhura siç duket. Kishte marrë privatizuar një vilë mes të Urës Vajgurore, në qendër. Dhe ky ç'bën? Për të ruajtur, si thua, biznesin e vet. Merr ca të fortë në Shkodra. Pra i merr nga jashtë, sepse banda e Beratit ishte shumë e fortë. Nuk kishte njeri që t'i dilte aty në zonë. Atëherë i thanë po marr ca nga Shkodra, nga rrethina që spyesin sepse ata janë shkodranë. Dhe duke bërë një celulë aty të armatosur, diku të 10 vjet të armatosur, të ruante pronat e veta. Por kjo celulë te i kalon, sepse kjo filloi konfliktin me një pjesë bandës Beratit. Mirë po, të filloj konfliktin me bandën e Beratit ishte se ta filloj me të tërë komunitetin që ishte kundër Berishës në atë vend. Pra, u kthye në një konflikt shumë i madh, që mori hyrim politik kjo bandë, sepse kjo nuk ndonjë vetëm të ruante vilën e të ruante pronat. Po kaloi në një atentat, u vra një aty në Urë Vajgurore, që ishte pjesë e bandës Beratit. Një tjetër u plagos, më kupton, e tjera, dhe filloi konflikti. Pra, kjo ishte një celulë armatosur në një zonë që kontrollohej nga njerëz që ishin gjasme, mbështesnin socialistët, mbështesnin opozitën dhe ishin kundër Berishës. Por kjo ishte një kull apo një kala aty që si ishte e pushtuar, si thua. Pikërisht kjo banesë, ku ishin këto njerëzit. Vjen Nano, e presin në gjithë banda e Beratit e organizuar, e pret diku jashtë Urës Vajgurore, në poshtë një quhet vendi dhe vi avash. Kalojnë Urë Vajgurore, ishin marrë vesh se në atë kulla aty dhe banda e Beratit që mos të qellonin dhe ato, pra një armë pushim momental, si thua, ikin Berat. Bëhet mitingu Berat dhe kthehen, e përcjellin Nanon, dalin, pra kalojnë sërish në Urë Vajgurore, dalin jashtë Urës Vajgurore, e përcjellin Nanon në drejtim Fierit, mos gaboj, dhe kthehen. Kur kthehen, a morën urdhër të binin. Nuk e dim se çfarë ndodhi, por ata sa erdhën në Urë Vajgurore, ata qelluan. Pra, të fortët e Beratit, në autokolon, qelluan njerëz të vilës. Ose më saktë pan dikë që me armë në solet, mund të qenë dhe një moment që menduan se ai po i qellon. Thjesht pan një lëvizje, madje goditja e parë ka qenë me antitank. Personi që ka qelluar me antitank ka qenë një makinë të hapur dhe kur ka qelluar nga makina dhe ajo forca e prellës, forca që të shtyn mbrapsh e ka hedhur nga makina. U qellua, ai tipi madje më duket se ai që lëvizi i pari është vrarë nga këto vilës, një vetmi që u vra dhe u filloi një luftë aty. Në Urë Vajgurore, në qendër, midis bandës së Beratit dhe rojat vetë të vilës. Ndërkohë aty kishte një blind me policë. Policë të rekrutuar ditë të fundit, por që kishte ikur në drejtim të Beratit. Pra nuk ishte pjesë
e pare autokolonës, ndërkohë kishte ikë në drejtim të Beratit. Se ku e kapën, më duket, me celulara, me ashtu, a kishte filluar celularat, a me një radio. E kapën me një radio, mos gaboj, radio policie, dhe ajo kthehet, sepse hajtë se ram në prit, nuk na hajde në ndim. Të vinte kjo blindi, se blindi kishte zjarë, kishte mitraloz, kishte policët aty, të armatosur. Dhe vin ai blindi. Ndërkohë, këto të fortë të Vilës kishin marrë një tank, që e mbanin aty në post blok. Dhe kur afrohet blindi, një nga këto të Vilës, që ka shfërar më mbrapa, me mbiemër Lorja, dinte ta të qonte me topin e tankut. Futet në tank, e ul atë tytën, po thuaj, ullet, sepse blindi ishte ullët. E ul paralel me xhadën dhe qëllon. Në mënyrë precize. Precize. Profesionist. Po, tani mendoj që një predh, ato janë 7-8 veta brenda në blind. Është një guaske mbyllur dhe qellohet nga jashtë me predh topi, që shpërthen brenda. Edhe që plas flaka aty. Ato njerëz mbeten aty, 4 apo 5 policë të vrarë, një civil të vdekur në vend. Mbeturinat të eshtrat e tyre janë gjetur edhe pas disa muajsh brenda në blind. Kjo quhet masakra urës vajgërore, e përmendoj me diku me 7-8 të vdekura të ditë. Unë këtë e përshkrova të gjithën. Te shkrimi i dytë. Te shkrimi i dytë, dhe mbaj mend dhe këtë gjë që kam qenë, mund të kem qenë 1 apo 2 kilometra larg dhe atë çudinë e të qelluarve të armës. Pra, në atë kohë qelloi pafund me armë. Por ne arrinim të dallonim kur qellohej për të vrarë dhe kur qellohej për qef. E kupton, pra, do qellonte dikush për qef, ose qellonte kur vinte darka e ndiznin për qef, dinin të gjithë e qellon. Ajo ishte një moment që ne të gjithë e kuptuam se po ndodhte një gjë në qendër të urës vajgërore që ishte betejë, sepse ishte e ndryshme zhurma e armëve. E kupton, ishte shumë e ndryshme, shumë agresive. Dhe e shtypa dhe këtë në kompjuter, e printova, kisha dhe printer me shirit, ishte ca printera me shirit të vjetër. Si ka qenë mënyra e publikimit atëherë, ose shpërndarjes? Ja, të them. Dhe një ditë bukur i morë të shkrimet, mora dhe një 2-3 foto të qendrës urës vajgërore, të zhvilluara vetë, i kisha bërë vetë me një aparat i kisha, që ishte një, po të them ta krahasoj me gazën, tani mund ta krahasosh me gazën, qendra urës vajgërore mund ta krahasosh me gazën. Si është gaza sot, domethënë gjë e luftë. Një gjë shkatëruar totalisht, më kupton, ajo luftesa është shkatëruar totalisht, një tank aty i djegur, një blind i djegur, 2-3 forestrada të djegura, më kupton, një fiks. Sa vjeç ke qenë atje, Ferdinand? 30. 30 vjeç. Po nuk kishe të ndrojen atë frikën, ose ishte diçka krejt normale për banorët e sezonës aty, qofte nga ti? Shiko, aty shkoj, unë nuk isha fytyrë panjorës, kisha disa vite që jetoja, pra në lagje mua mirë. Më kupton? Pastaj unë nuk isha një tip që kisha qef të gacmohesha me njëri, të konfliktohesha me njëri. Për mua kishin respekt, sepse u dukesha ndryshe, unë isha një mësues, shkonin si një djalë të shkolluar. Nëse, dhe i marr këto, edhe ato fotografitë e zhvilluara në karton dhe nisem në Tiranë. Në shkollë të mesme kam pas një shok që quhej Benet dhe quhet Benet Koleka. Beneti është nga Flora, do të jetë dhe kushurie e Diramës, ka punuar në Reuters, ka mbaruar për anglisht, e kam pas në dhomë, dhe kemi ruajtur miqësinë. Dhe i shkoj Benetit sepse punonte në Reuters, dhe thash ky njeriu do më gjej mua një mundësi për të publikuar këto shkrime te Reuters. Jo te Reuters, në një media. Ku do që të publikosh. Nuk e kisha. Po nuk e kisha problem fare. Unë isha fillestar. Jo, patjetër, por është kjo mënyrë si e tregoni me kaq dëshirë, me kaq pasion. Dhe për të parë po e tregoj. Dhe takoj Benetin, aty ishte Flor Seriani. Flor Seriani në atë kohë sapo ishte kaluar më duket zëvendëskrye redaktorët e Dita Informacion. Dhe ai ja dha direkt Flor Serianit. Mos gaboj, të gjithë gazetarët pas djegjes së redaksisë kuajon ishin friksuar shumë dhe rinin të gjithë te Rogneri, sepse Rogneri në atë kohë, dhe aty i kam takuar, Rogneri në atë kohë quhej si një territor ndërkombëtar, kështu i huaj, e kupton.